Sot do përgatisim akullore në kushtet e shtëpisë. Kemi marrë 2 paketa me pluhurin për akullore. Këto gjenden për të gjitha supermarketet, mund t'i gjeni kollaj. Na duhet qumësh, për një paketë të tillë duhen 200 ml. Ne kemi 2 paketa, na duhen 400 ml me qumësh. Një filxhan kafeje plot me arra, gjysmat janë të bluara dhe gjysmat janë kështu siç i kemi pastruar në pjesë. Paketat që përmbajnë pluhurin e akullores, ne do t'i vendosim tek qumshi. Tani do t'i rahim, siç i kemi hedhur pustina tu, do t'i rahim në 5 minuta në një fuqi maksimale. Pa ndërprer për 5 minuta. Vazhdojmë të rahim me rastin elektrik në fuqinë e tij maksimale për 5 minuta. Pasi e kemi rahur masën e akullores, e vendosim tek tasat për akullore. Shtojmë mbi sipërfaqen e akullores edhe arat pluhur që i kemi grirë. Dhe do t'i vendosim në frigorifer në zonën e ngrirjes për 3-4 orë. Sipas dëshirës mund t'i vendosim dhe pak reçel. Unë e kam reçel lule shtrydhe, por mund të përdorim edhe reçel qershie dhe çfarëdo lloj reçeli tjetër. Po e kemi gati dhe akulloren e përgatitur në kushte shtëpie.